Krijimi i ambienteve çlodhëse për qytetarët dhe në një ambient sa më të pastër është projekti më i ri i Bashkisë së Tiranës në bashkëpunim me shoqatën turke Tika. Për nënkryetarin e Obozdo, projekti vjen pas një bllokimi 7 mujor të buxhetit të Bashkisë së Tiranës, ku çdo lloj investimi praktikisht ishte bllokuar. Ky donacion vjen absolutisht në një çast shumë përshtatshëm për Bashkinë e Tiranës, pas një bllokimi 7 mujor të buxhetit të Bashkisë së Tiranës, ku çdo lloj investimi praktikisht ishte bllokuar. Tika na është gjendur duke plotësuar një kërkesë të Bashkisë së Tiranës dhe duke dhuruar 200 stola dhe 142 kosha. Është angazhimi i Bashkisë së Tiranës për një mjedis sa më të pastër dhe sa më të gjelbër në Tiranë. Për këtë arsye, ne do të vazhdojmë të këmbgulim edhe në zgjidhjet afatgjata të qytetit, zgjidhjet të cilat i ofrojnë qytetit pastrim më të mirë. Deri në fund të vitit, sipas nënkryetarit e Obozdo, në Tiranë do të mbillen rreth 2000 pemë dhe bimë dekorative.